Përshëndetje, tani do vazhdojmë me ekuacionet. Në fakt në zgjedhjen e ekuacioneve, le t'ja fillojmë. Nëse marrim një ekuacion 2x plus 7 është barabartë me 8, atëherë së pari do të përdorëm të dy vetit, si ju thash, vetin aditive dhe multiplikative. Së pari njërë vetin aditive duke zbritur nga të dy anët e ekuacionit 7, na mbetet 2x është barabartë me 1, x-i është barabartë me 1 thye për 2, sepse e pjesëtojmë me 2. Le të vazhdojmë, duke marrë edhe shembull të tjerë. Nëse kemi 2 herë x plus 5 është barabartë me 13, atëherë së pari, kjo do jetë mënyra e parë, dhe do kemi edhe një mënyrë tjetër. Mënyra e parë që është të shfrytëzojmë 2 herë x bën 2x dhe 2 herë 5 bën 10 është barabartë me 13. 2x është barabartë me 13 minus 10. Pra, nga të dy anët zbresim 10 dhe bën 3. X-i është barabartë me 3 të dytat. Dhe mënyra tjetër e zgjidhjes së ekuacionit të njëjtër, 2 herë x plus 5 është barabartë me 13, mund ta zgjedhëm kështu. Nëse të dy anët e ekuacionit pjesojmë me 2, atëherë do marrim x plus 5 është barabartë me 13 të dytat. X-i është barabartë me 13 të dytat. Tani zbresim nga të dy anët minus 5, pra. Këtu anullohen dhe kemi 13 të dytat minus 5. X-i është barabartë me emër së përbashkët mes ky e ka 1, mes 1-shit dhe 2-shit është 2-shi. Shkojmë lart 13 dhe 2 pjesëtim për 1 është 2. 2 herë 5 bën 10. Kjo është barabartë me 8 të dytat, pa. Si që shihni, janë dy mënyra. Mund të zgjedhëm edhe në shumë mënyra tjera. Në këtë rast të përdorëm këto dy mënyra për zgjedhjen. Pra, e para ishte që ta shumëzojmë një, ndërsa e dyta ishte që ta anullojmë apo ta thjeshtojmë dyshin dhe të shkojmë në një formë tjetër më të shkurtër, ndoshta. Të marrim edhe shembull tjetër. Ne marrim 3x plus 7 është barabartë me 32. Atëherë përsëri minus 7 nga të dy anët, fitojmë 3x është barabartë me 25. Tash duke përdorur vetin multiplikative, pjesëtojmë të dy anët me 3, do fitojmë x-i është barabartë me 25 pjesëtim për 3. Ne të vazhdojmë edhe me shembull tjetër. Nëse marrim 3x plus 7 y plus 3 është barabartë me 14, duke e ditur se x është barabartë me 1. Tani do bëjmë, zëvendësojmë x-in, 3 herë 1 plus 7 y plus 3 është barabartë me 14. Dhe fitojmë 3 plus 7 y plus 3 është barabartë me 14. 3 plus 3 bën 6, të shkruajmë 7y plus 6 është barabartë me 14. Tani 7y është barabartë me, nga të dy anët zbresim minus 6, pra, këto anullohen dhe fitojmë 14 minus 6 bën 8. Dhe tani y-i është barabartë me 8 të shtatat. Të marrim edhe disa shembuj tjerë mbi zgjedhjen e ekuacioneve lineare. Nëse marrim 7x plus 3 është barabartë me 27. Apo të marrim 21, mund ta thjeshtojmë më mirë. 21. Të dy anët nëse i pjesojmë me 3 apo me 7, atëherë do fitojmë x plus 3 të shtatat është barabartë me 21. Pjesëtim për 7 bën 3. E tani x është barabartë me, nga të dy anët zbresim 3 të shtatat, nga të dy anët, dhe fitojmë x-in. Shkojmë më poshtë,
x-i është barabartë me 3 minus 3 të 7-at. X-i është barabartë me emër së përbashkët të 7-që, është 7 pjesë 1 për 1 bëjnë 1, 7 7 3 bëjnë 21 minus 3, e kjo është barabartë me 18 të 7-at. Ditën e mirë, tani e përfundojmë mësimin. Në mësimin tjetër do vazhdojmë me inekuacionet, ndërsa më vonë do bëj edhe një seri tjetër për zgjedhjen e ekuacioneve lineare me dy të panjohura e kështu me radhë. Mirëpafshim.